Metodologjia dhe sfidat që doktoranti ndeshen në këtë periudhë për shkak të teknologjisë ishte tema një takimi që Universiteti i Shkodrës Luigjë Gurakuqi kishte organizuar në bashkëpunim me Universitetin Liber të Belgjikës. Universiteti i Shkodrës në kuadrin e bashkëpunimit që ka me Universitetin e Lirë të Brukselit ka organizuar një sër aktivitetesh qysh prej nëntorit të vitit të shkuar. Një ndërto është takimi i sotëm me doktorantet e Universitetit të Shkodrës, Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit Shkencave Shoqërore. Universiteti në kuadër të ndërkombëtarizimit, një ndër objektivat kryesorë që ka dhe strategjisë të zhvillimit të universitetit, ka bashkëpunimet me universitetet europiane. Ndërto është Universiteti i Lirë i Brukselit. Për të mbajtur këtë ligjërat ishte i pranishëm profesori i Universitetit Libre, Jean-Michel Deveul. Dy elementë të rëndësishëm në universitetin tonë janë kërkimi shkencor dhe mësimdhënia. Kërkimi shkencor sigurisht merr një rëndësi shumë të madhe në kohët e sotme, sepse furnizon mësimdhënien. Pra një mësimdhënie e mirë është e tillë vetëm nëse mbështetet në kërkimin shkencor, dhe kërkimi shkencor është poshtu i mirë nëse vjet në shërbim të mësimdhënies. Ky organizim erdhi në kuadër të ndërkombëtarizimit të Universitetit të Shkodrës Luigjë Gurakuqi, ndërsa pjesë e këtij takimi u bën doktorant të Fakultetit Ekonomik dhe të Shkencave Shoqërore.